Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Shokon ish banorja e Bigut, akuzon familjarët për abuzim dhe keqtrajtim. Ish banorja e Bigut në Kosovë, Bia Khalifa ka ndarë me ndjekësit e saj një rrëfim personal në rrjetet sociale, ku ka folur për marrëdhënien e vështirë me familjarët dhe situata që sipas saj kanë vazhduar prej vitesh. Përmes disa postimeve në Insta Story, ajo tregoi një episod që ndodhi në orët e para të mëngjesit, të cilin e konsideron si pjesë të një sjellje të përsëritur ndaj saj. Nëse ndonjëherë keni pyetur veten për çfarë kam folur kur kam treguar për disa situata në familjen time, ja një shembull i vogël nga realiteti im. Shkroi ajo. Mëtej Bia tregoi se ishte zgjuar nga zhurmat në kuzhinë duke lënë të kuptohet se veprimi nuk ishte rastësor. Sipas saj, pas kësaj qëndron një debat i zhvilluar një ditë më parë lidhur me kërkesat e vazhdueshme për para. Prej vitesh më kërkohen shumë parash, 3.000, 5.000 euro her pas here. Dje thash me qetësi dhe respekt se do të jem gjithmonë e gatshme të ndihmoj, por jo ndërkohë që ndihem e sulmuar e manipuluar apo e keq trajtuar. Përgjigja erdhi në mëngjes. Shkroi ajo. Ish banorja e Bigut tha se jo çdo formë abuzimi shfaqet në mënyrë të hapur, por mund të vijë edhe përmes veprimeve të vogla të përditshme. Njerëzit shpesh mendojnë se abuzimi duket gjithmonë si britma, kërcënime apo dhunë. Ndonjëherë vjen në forma shumë më të vogla, më të heshtura dhe më të vështira për t'u shpjeguar. U shpreh ajo. Në një tjetër reagim, Bia foli për mungesën e mirënjohjes duke theksuar se banesa ku jeton është paguar prej saj dhe se pavarësisht ndihmës financiare që ka dhënë vazhdon të përballet me situata të pakëndshme.